Реконструкцијата на овој пат започна еден месец пред локалните избори. Во тоа време на жителите на селото Мерово им беше ветено дека патот брзо ќе се уреди, но по завршувањето на изборите ништо од ветувањето. Жителите изразуваат револт поради неисполнетото ветување од страна на градоначалникот Блерим Сейдију. Вела дека им се оштетуваат возилата и значително им се отежнува движењето кон градовите. Уда брбат, шајфни вече си уда. Зиси цопче të ndrejtë, shajfni, kini artër ma. Udha bërbat, vallahi. A pikur opshë? Po, ko di shtaj, ai ka 4 muj, pe. Ma sham, vallahi. Udha katastrofë. Pim 15 tetor udha është e preshët, premtimi është konë që para zgjedhjeve do bëhet udha, do me thonë nuk është e bëmë udha. E ndajmë kryetarin debat që përnësojt të vënë 21, se për këtë rruga që ka nisë punimet që 3 ditë, do me thonë nuk ka asnjë punim, për post një bagera po ekskavator që ka ardhë, se rruga është dëmtu, do me thonë ka pat shëmjë të zeu. Si ja boni apo preshë rabë? Na preshën rabë, kitë ne ka preshë rabë. Të gjithë veturat që shkelin në të rrugë, besoj të gjithë janë të prishura, që 4 muaj, 5, kështu, në gjendje të mjerush. Градоначалникот на Желино признава дека не го исполнил ветувањето кон жителите на Мерово, но вели дека доцнењето е резултат на лошото време и мразот што го невозможиле асфалтирањето. Според Сейдију, до крајот на март патот ќе биде целосно завршен и нема да има дополнителни одложувања. Edhe rruga është ka 3 ditë që kemi nis, domethënë para 3 ditëve kemi nis me rrugën, kanë qenë kushtet e tilla. Unë kam thënë se do e bëj pak më herët, është e vërtet. Unë nuk mund të them se kam thënë, por që kushtet klimatike kanë qenë të tilla, unë nuk mund të ndaloj një gjë të tillë, por që rruga do bëhet me asfalt deri në fund të muajit tret, atë po e them me përgjegjësi para kamerave tuaj dhe para shikuesve tuaj. Овој пат покрај жителите на Мерово го користат и жителите на селото Саларево. Неодамнешното лизгање на земјиштето дополнително го направи патот опасен за минувачите.